O mërzitë sot pak për këtë kushë. Shka me po, capla. Jeta ma shumë mjellnime si gëzime. Po. Jemi sot 28 mars, ku do bëjmë homazhe për dëshmorin e Enver Duraku, dhe më pastaj do vazhdojmë të dhënia e Ranjës, karo me shefkithaqin e rrogovës. Gjithë në mëngjes motra nderuar të familjes Duraku, të dëshmorit që sot e fiton Enverin, studentin, parin, njërin nga djent më të mirë të Kushës Madhe, ai cili jo vetëm që na bën sot bashkë, po e shihni edhe dielli për rezon për po përmendin dëshmorët. Çado që flitet për Enverin është e pakët, sepse ai bëri ato që njerëz të tjerë kanë mundur vetëm të lexojnë nëpër libra. I lanë librat, i lanë studimet bashkë me grupin e tyre të studentëve, në Kush, shku në Drenot, në Resin, në Portoporicu, në Pagarush, aty ku edhe në fakt në Ili Rion, në Galush, ku edhe sot do shkojmë vendi i Rënjës. Kështu që ne me respektin më të lartë, me përkulljen deri përjetësisht do ta kujtojmë Enverin, do t'i kujtojmë të gjithë dëshmorët e Krushës, edhe në barë kombit shqiptar që dhanë jetën për ne, për lirin që ne e gëzojmë sot. Kjo liri duhet të forcohet, të rritet, duke i respektu këta në radhë e parë vetën për të punu për shtetin për një zhvillim akoma më të fort me shpresën dhe lutjet e i madhe Zot që të bashkum gjithmonë dhe të arrijmë një ditë edhe të bashkohemi si komb ashtu siç na ka falë Zoti të bashkuar në një vend në Shqipërinë tonë etnike. Për një respekt akoma edhe më të lartë, para se të vëmë buqeta lulësh dhe para se të nisemi për tek vendi i Rënjës, ju ftoj të gjithëve së bashku që të mbajmë një minutë heshtje në nderim të jetës, veprës dhe pavdekësisë së Enver Durakut, dhe sot në këtë rast me të cilin edhe përkujtojmë gjithashtu edhe të zakun tonë, shokun e pandar të Enverit edhe gjithë kushanëve tjerë, Shefki Thaqin nga fshati Rrogov. Nderime. Lavdi. Mëse i smet, e limoni një që. O të plak, ku janë dullet të dhe? Hajde, nga në udasë. Nere që pas? Nga, ok. Hajde, është të kone. Shtu në mes. Hajde një më gjithë, hajde një afroni. Dëshmorin Shefki Thaqi, gjithë dëshmorët e kombit. Lavdi.